Dje në ora 12 në departamentin policor në Tears është raportuar se ka shpërthyer një zjarr në një ar në rrugën rajonale Tetov-Jazhinc. Në atarin e fshatit Tears me qras është djegur bar i thatë. Zjarri është lokalizuar plotësisht nga ekipi njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetov. Pas masave të ndërmarra nga zyrtarët policor, është konstatuar se zjarrin e ka shkaktuar një 55 vjeçar nga fshati Tears. Ai është privuar nga liria në ndyshimin për kryerjen e veprës penale, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm dhe është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 5 persona, të gjithë nga Tetova, antar të 2 familjeve që jetojnë në të njëjtën shtëpi, për shkak se kanë prishur rendin dhe qetësinë publike me një përleshje fizike mes tyre. Përkatësisht, sipas raportimit rreth orës 21:30 minuta, ka pasur një zëng verbale dhe më pas fizike mes tyre, me çrast një 42 vjeçar me një sent metalik ka sulmuar të afërmin e tij, duke u shkaktuar lëndime. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do dorëzohen para shtresat përkatëse. Dje në ora 20:15 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në trotuarin e bulevardit Iliria janë përplasur një trotinet elektrik i drejtuar nga një 14 vjeçar nga Tetova dhe një trotinet fëmijësh e drejtuar nga një 4 vjeçar i shoqëruar nga prindi i tij. Me këtë rast, fëmia 4 vjeçar ka pësuar lëndime trupore, të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës. Është njoftuar prokurori publik, ndërsa kçyrjen e vendit të ngjarjes ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov. Dje në ora 15:10 minuta në fshatin Poroj të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 27 vjeçar nga fshati Poroj. Gjatë një kontrolli në trafik, zyrtar policor ka ndaluar një automjet udhëtarësh Volkswagen Golf me targa të Tetovës, ku është konstatuar se ai nuk posedonte patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Pas mesnate në orën 1:05 minuta në fshatin Strymnis të Tetovës, zyrtar policor nga departamenti policor i Grupçinit kanë privuar nga liria një 26 vjeçar nga fshati Qellopek i Tetovës. Gjatë një kontrolli në trafik, zyrtarët policor kanë ndaluar një automjet me targa të Tetovës, ku është konstatuar se drejtonte atë pa patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 15:20 minuta në departamentin për punë të brendshme Gosivar, një grua 22 vjeçare nga Gosivari ka raportuar se për një periudhë të gjatë kohore ka qenë e keq trajtuar fizikisht dhe psiqikisht nga partneri i saj nga Gosivari. Sipas raportimit para 3 vitesh, ai ka shkaktuar lëndime të rënda trupore, ndërsa më 18 qershor 2026 e ka sulmuar sërish fizikisht dhe e ka kërcënuar atë dhe një mik të saj. Më vonë me urdhër gjyqësor është kryer bastisje në shtëpinë e të denoncuarit, me çrast është gjetur një pushkë gjuetie që i përkiste babait të tij të ndjer, i cili e posedonte me leje. Dje në ora 23:30 minuta në departamentin për punë të brendshme Gosivar është raportuar se në qendrën urgjente në Gosivar është sjell me lëndime të rënda trupore një 30 vjeçare nga Gosivari. Sipas raportimit, ajo i ka marrë lëndimet pasi është rrëzuar në vendin e saj të punës në një kazino në Gosivar. Është njoftuar inspektori i punës dhe po punohet për zbardhjen e ngjarjes.